Aplikimit e shtetasve shqiptar për mbrojtje të përkohshme në Shtetet e Bashkimit Evropian kanë vijuar tendencën e rëndëse të fortë edhe në 2 muajt e parë të këtij viti. Sipas të dhënave të Eurostat, në janar shkurt të shënuan gjithsej 980 aplikime për azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian, duke shënuar një rënje prej 19.5% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky është niveli më i ulët i aplikimeve që nga 2021, kur shifrat ishin minimale për shkak të kufizimeve të lëvizjes si rrjedhoi e pandemisë. Që prej vitit 2022, kur arritën një kulm të ri, aplikimet për azil shënuan një rënje të vazhdueshme në vitet në vijim, si një tregues i ngadalësimit të fenomenit të emigracionit. Gjithsesi, ky tregues mbetet i pamatshëm, teksa një pjesë e madhe e atyre që emigrojnë po largohen me kontrata pune apo përmes bashkimit familjar. Franca vijon të jetë destinacioni kryesor i azilantëve, e ndjekur nga Gjermania, me të dy këto shtete që kanë parë rënje të fluksit në 2 muajt e parë të vitit. Në muajin shkurt 2025, rreth 59.000 qytetarë jo të Bashkimit Evropian kërkuan për herë të parë mbrojtje ndërkombëtare në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo përfaqëson një rënje të ndjeshme prej 23% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe 12% krahasuar me janarin e vitit 2025. Përveç tyre, u regjistruan edhe 7.630 aplikime të përsëritura, një rritje modeste prej 6% nga viti i kaluar, por në rënje krahasuar me muajin janar. Për të disatin muaj me radhë, venezuelianët përbëjnë grupin më të madh të kërkuesve të azilit me mbi 8.300 aplikime të reja në shkurt. Pas tyre renditen afganët me 5.610 dhe sirianët me 4.630 aplikime. 2 prej grupeve që tradicionalisht kanë dominuar statistikat e migrimit, Spanja, Gjermania, Franca dhe Italia, vazhdojnë të jenë vendet që përballen me pjesën më të madhe të fluksit. Vetëm këto 4 vende kanë pranuar 77% të kërkesave për azil, me Spanjën në krye të listës me 12.805 aplikime. Në raport me popullsinë, Greqia rezulton me numrin më të lartë të aplikimeve për çdo 100.000 banor, e ndjekur nga Spanja dhe Luksemburgu. Në shkurt, 1.720 të mitur të pashoqëruar kanë kërkuar për herë të parë azil në Bashkimin Evropian. Shumica vijnë nga Siria, Afgani dhe Egjipti, fëmijë që shpesh udhtojnë vetëm dhe në kushte të rrezikshme, në kërkim të sigurisë dhe të një të ardhmeje më të mirë. Gjermania ka regjistruar numrin më të lartë të kërkesave nga të miturit e pashoqëruar, e ndjekur nga Spanja dhe Greqia.